Ekzekutohet me armë zjarri biznesmeni Artan Santo. Aksioneri kryesor në disa biznese është vrarë mëngjesin e kësaj të njëjtëje, rreth orës 9:30 para bankës Credins në zonën e ish-bllokut. Mësohet se Santo, 58 vjeç, është qelluar nga dy persona ende të pa-identifikuar, që udhëtonin të maskuar me një motor. Dyshimet e para janë për vrasës me pagesë, të cilët prej kohësh ndiqnin lëvizjet e Santos. Ata kanë shfrytëzuar momentin kur biznesmeni ka zbritur nga makina për të hyrë në zyrën e tij. Santo është qelluar në këtë trotuar me 6 plumba, duke mbetur i vdekur në vend. Për shkak të vendodhjes së bankës pak metra larg presidencës dhe kryesisë së kuvendit, në momentin e krimit, zona ka qenë mbi populluar. Ja çfarë tregojnë këto gra që shesin lule përballë bankës. Tu ka lëvizje shumë në ato, nuk shumë krismë po thash se plasin kalamajt kështu, ishte zjarre. Thjesht po ngjiste për shkallësh. Ishte domethënë po hynte në bankë, ai s'ka pa gjë. Motor ka hik, po njerëzit do të merrun, kush ne lojmë aty, çefën dikush mas makinave, mas trungjeve të PM-s, ato që ishin. Kanë qenë të shumë dëshmitarë okular, kalimtar dhe persona që ishin ulur në baret pranë bankës. Një prej tyre jashtë kamerës pohon se në momentin e vrasjes në kryqëzim ka qenë një polic rrugor. Sipas dëshmitarit, ai është mbajtur në kërcënimin e armës nga një prej vrasësve, ndërsa tjetri ka qelluar në drejtim të Santos. Ka qenë pikërisht ky polic që i ka ndjekur vrasësit deri në afërsitë të fushkrujës, ku kanë mundur të arratisen.